Ne ekzistojmë mes dritës dhe errësirës, reflektim mbi përjetimin e dhimbjes, identitetit dhe boshllëkut. Në një botë që duket se vërtitet rreth shpejtësisë, suksesit dhe imazheve të përkryera, ekzistojnë njerëz që jetojnë në një dimension tjetër, një dimension ku çdo ditë është një betejë e brendshme. Një betejë jo për pushtet, jo për pasuri, por për vetë ekzistencën. Ky është realiteti i atyre që ndihen të huaj brenda vetes dhe të huaj për shoqërinë, të atyre që e shohin botën si një flusk sapuni, e brishtë dhe e përkohshme, ndërkohë që çdo frymëmarrje është një përpjekje e madhe për të mos u thyer. Shumë prej këtyre njerëzve janë biseksual, bipolar, apo mbajnë identitete që shoqëria ende nuk i pranon apo nuk i kupton. Ata janë shpirtra që jetojnë në kufirin mes dritës dhe errësirës, mes dëshirës për të jetuar dhe tundimit për t'i dhënë fund dhimbjes së tyre. Një ditë zgjojnë të mbushur me diell, me dëshirë për të kontribuar, për të ndërtuar, për të qenë pjesë e shoqërisë, ditën tjetër e gjejnë veten në errësirë të plotë. Ku çdo mendim është një thikë që shpon dhe çdo frymëmarrje është një barë e padurueshme. Në një mënyrë të çuditshme, ky ritëm, ky puls mes ekstazës dhe dëshpërimit është një metaforë e vetë jetës. Të jetosh nuk është të kesh një vijë të drejtë, por të lëkundesh midis skajeve, midis kontradiktave. Por për këta njerëz, lëkundja nuk është një metaforë estetike, është realitet biologjik, psikologjik dhe emocional. Një realitet që nuk shpjegohet me fjalë, por që përjetohet me dhimbje koke të vazhdueshme, me mungesë gjumi, me lodhje të shpirtit, me dëshirë për të mos u çuar nga krevati e njëkohësisht me një instinkt të çuditshëm për të mbijetuar. Shoqëria shpesh herë nuk e sheh këtë. Ne jemi mësuar të mendojmë se dhimbja është diçka që fshihet pas dyrave të mbyllura, se ajo nuk duhet të shfaqet në dritë. Dhe kur ajo del në dritë, ne e shohim me paragjykim, me frikë, me indiferencë. Në këtë mënyrë, këta njerëz që ekzistojnë mes dritës dhe errësirës bëhen të padukshëm, të pavlerësuar, shpesh të gjykuar dhe të izoluar. Por filozofia e ekzistencës na mëson se nuk ka vlerë të flasësh për jetën në terma abstrakt, pa e parë realitetin e saj konkret. Çdo njeri që zgjohet në mëngjes, edhe pa e ditur pse, edhe pa e ndier kuptimin e asaj dite, është një dëshmi e forcës së padukshme që i mban gjërat në lëvizje. Kjo forcë nuk është gjithmonë shpresë, ndonjëherë është thjesht inerci, ndonjëherë është frikë, ndonjëherë është një shpresë e vogël që fshihet thellë. Por është aty. Dhe fakti që këta njerëz prapë zgjojnë është një akt i madh rezistence, një revolt e heshtur kundër boshllëkut, një pohim i ekzistencës që thotë, unë ende jam këtu. Të jetosh mes dëshirës për të jetuar dhe dëshirës për t'i dhënë fund jetës është ndoshta një nga përvojat më të frikshme që mund të përjetojë një njeri. Nuk është vetëm dhimbja e mendimeve vetvrase, është edhe dhimbja e mungesës së një qëllimi, dhimbja e mosqenies pjesë e asgjëje. Por pikërisht aty, në atë hapësirë të errët ku nuk do të duash as të jetosh as të vdesësh, lind një e vërtetë dhe çuditshme. Ekzistenca nuk është gjithmonë një akt vullneti, por shpesh një akt mbijetese. Dhe ndoshta kjo mbijetesë, megjithse e dhimbshme, ka një vlerë që shoqëria nuk e kupton dot. Ne, si shoqëri, kemi dështuar t'u japim këtyre njerëzve hapësirën që meritojnë. Kemi dështuar të kuptojmë se çdo identitet seksual, çdo çrregullim emocional apo mendor nuk është një etiketë turpi, por një pjesë e kompleksitetit njerëzor. Ne kemi dështuar t'i shohim ata jo si të sëmur apo të ndryshëm, por si qenie njerëzore që mbartin brenda tyre një univers të tërë dhimbje dhe shprese. Dhe ndoshta, filozofikisht, kjo është thirrja që ky realitet na bën, të mësojmë të dëgjojmë, të mësojmë të shohim, të mësojmë të jemi pranë. Jo për të shpëtuar, jo për të shëruar, por për të dëshmuar. Sepse ndonjëherë mjafton të dish që dikush e sheh dhimbjen tënde që të ndihesh më pak i humbur. Në fund të fundit, ne të gjithë jemi fluska sapuni që lëvizin në ajrin e kësaj bote. Disa jemi më të brishtë, disa më të fortë, por të gjithë jemi të përkohshëm. Dhe ndoshta, mes gjithë dhimbjes, akti më i madh i guximit është pikërisht ky, të zgjohemi përsëri, edhe pa një plan, edhe pa një dëshirë, edhe pa një arsye, dhe të themi, unë ekzistoj ende. Dhe kjo, sot, është e mjaftueshme.